kurse ne kemi parë dhe lojtarë tjerë Maradonën, ose kanë qenë dhe shumë lojtarë të tjerë, por këta absolutisht për mua Messi është lojtari më i mirë i gjithë kohërave, dhe Ronaldo që ka bërë po themi një performancë mbi 20 vite. Ata sigur kanë rritur njëri tjetrin dhe po çdo ku ka një fillim ka dhe një fund. Shpresoj që dhe Ronaldo dhe Messi pastaj, ndoshta Messi mund të luajë 2-3 vite, ende në Amerikë po bën jashtëzakonisht shumë mirë, kurse Ronaldo po të ishon në vendin e tij do e kishte lënë edhe më herët, se është edhe në moshë dhe faktikisht unë e shoh fakt më problematike Ronaldo në Portugalia, kurse Messi është prap në një nivel ku mund të bëjë absolutisht diferencën dhe ke Argentina. Edhe pse moshën mund ta kenë faktor kundër, a mund të jetë ky edicioni i tyre me Argentinën apo Portugalin për ta mbyllur me një trofe rrugtimin e tyre në kombëtare? Unë mendoj që Messi do të jetë i fundit për Messin. Është aq, mendoj unë se jam në kokën e Messit, por kurse Ronaldo nëse nuk heq dorë atëherë do të përdoren policin ta heqin nga fusha se për ndryshe ai jeton nga fiziku i tij, ai ka bërë golat ose ka qenë i suksesshëm nga fiziku dikur në moshë 40 vjeçare, është e pamundur. Kështu që unë dhe këtë kampionat mendoj që ai do jetë handicap dhe problematik për Portugalin, se sa Messi do t'i japi prap Argentinës gjithçka që ai ka, dhe ai ka më shumë për të dhënë se sa Ronaldo, me gjithë respektin dhe për Ronaldo, po mendoj që është shumë më egoist Ronaldo se sa Messi. Altin, a do të shohësh në një ndeshje në stadium për ta përjetuar nga afër emocionet e botrorit në Amerikë, Kanada apo Meksik? Kam qef, me të që është në Amerikë kam qenë, por në Meksik nuk kam qenë ndonjëherë, dhe në Kanada, kështu që do mundohem po të ketë një ndeshje të mirë ta bëja rrugë të gjatë dhe të shkoj ndoshta 2 javë në Amerikë, edhe me qenë edhe në Meksik ose në Kanada. E kam plan, po të shikojmë si do shkoj edhe ky kampionat. Tifoz besoj Gjermanisë në mungesë të Shqipërisë apo jo? Me të që kam qenë dikur me Brazilin, me të që por që nga dy, që kur ka lënë futbollin Ronaldo, s'jam me Brazilin. Se nuk pëlqen, po themi, ajo qasja e lojtarëve të Brazilit më duket pak shumë më tepër hollywoodiane se sa për futboll, kështu që dikur Brazili ka luajtur futbollin më të bukur,